Përshëndetje, mirë se erdhët në modulin 4 të kursit Paraja. Është moduli i fundit i këtij kursi, cilin patjetër që besoj keni mësuar shumë informata që nuk i keni ditë rreth parës. Moduli 4, luftrat dhe ekonomia. Pika 1. Përse luftrat ndodhin? Ne dim që në krejt botë shumë shpesh ka ndodhur luftra. Më thonë, luftat shpesh ndodhin për me kontrollu burime, sikurse nafta ose minerale tjera, ose për me forcu dominimin politik dhe ekonomik. Na dim që historia është plot me shembuj ku konfliktet janë qenë të nxitura prej interesave ekonomike. Zakonisht shtetet me fuqi super ekonomike apo edhe ushtarake kanë bërë ndryshime të mëdha në planetin ton, duke krijuar luftra dhe trazira të ndryshme, duke përdorur këtë fuqi për të siguruar interesat ekonomike të tyre. Do të thotë për me bo kontrollin e burimeve apo mineraleve, sikurse nafta e tjera. Pika 2 është ekonomia. Ne dim që krejt bota sillet rreth parës. Do të thotë të gjitha shtetet funksionojnë, punojnë edhe luftojnë për me pas ma shumë pasuni, sipas interesave të atyre që udhëheqin. Po çmimet në ekonomi vendosen zakonisht nga tregu i bazuar në ofertën edhe kërkesën. Megjithatë, në disa raste, qeveritë ose korporatat e mëdha mundën me ndiku në çmime përmes politikave tregtare, ose kontrollit të prodhimit, ose çmimeve të përcaktuara me ligj. Domethënë, në një farë forme, këto korporatat e mëdha, cilat e udhëheqin edhe shtetin më të fuqishëm botë të tanishëm, edhe të cilin pritet prapë me qenë, ta sillin parën. Është shumë me rëndësi me bo një hulumtim pak më të thellë. E kom cekë në modulin e kaluar që duheni patjetër me boni hulumtim tek standardi i arit, tek sistemi i Bretton Woods, edhe tek quantitative easing. Se shumë të ri zakonisht kur i pyesim çka o pare, ato ç'është pare. Po nuk e din çka është, nuk e din që çdo cent që ti e ki, çdo cent që ti e fiton, nuk është e vlefshme. Nuk ka vlerë, nuk është e bazuar në vlerë, është e bazuar në politikë. Tash, kur e din këtë sen, e din çfarë po të pret. Në modulet e kaluara kemi folur për CBDC, vlerën monetare të kontrolluar. Më thonë, një pare digjitale të kontrolluar prej bankës qendrore. Jam çika këtë ju biznesmena që e keni nisë këtij kursi. Është pak e frikshme, ndoshta edhe trishtueshme që janë ato hinë këtë epokë të parës digjitale, të kontrolluar prej bankës qendrore dhe shtetit, të cilat besoj që patjetër na duhet me ndërmarrë diçka. Kriptovalutat e decentralizuara besoj që janë përgjigja e vetme. Tash, filloni biznesin edhe shkojmë te kursi i dytë. Kursi i parë është kry me sukses, edhe du m'ju përgëzu shkak që kjo në fund, edhe kursi i dytë është themeli. Do më thonë, ki mësu çka parja, ki mësu që funksionon, ki mësu historinë, ki mësu që kanë ardhur pare të reja, pare digjitale. Tash, duhet e din që shtetet janë të funksionu dhe të kriju pare të re, paren e kontrollume, edhe din që shmë mbrojt, shkak se e din çka ka bëhet. Tash është themeli. Tash do të mja nisë me kriju themelet e biznesit tonë. Shihemi në kursin themeli. Nuk mundesh me dalë në kursin 3, kursin 4, në kursin 5, pa e kry kursin 2. Ti mundesh, po prap se prap, besoj që ka shumë vlerat mëdha në atë kurs për me te i kalu. Je në fillim të bo mim, je të bo mbrat i marrëveshje. Nuk i ki den, jo mbajg i happy, edhe i lumtur, edhe që shtojnë gjerman glücklich, ja? Ky kurs, po një me është kurs interesant. Në 12 kurset cilat përfshihen këtë modulin e MIM, kemi punu jashtëzakonisht shumë.
sa që jena lodhë qatë shumë, po thjesht po dojmë e jep diçka unike popullit tonë, njerëzve tonë, që më mujtë me mësu direkt, jo me rrotulla. Let's go. Hajde mim. Peace out.